Shefi i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka paralajmëruar Rusinë me kundërpërgjigje shkatërruese në rast se ajo sulmon Polonin apo ndonjë shtet tjetër antar të aleancës. Rutte i bëri këto komente gjatë vizitës së tij zyrtare në kryeqytetin e Polonisë në Varshavë. Kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, ka thënë se është më rëndësi të bëhet përgatitje për çdo rezultat të mundshëm nga bisedimet mes Rusisë dhe SBA-s, të cilat janë të përqendruara për t'i dhënë fund luftës 3 vjeçare në Ukrainë. 32 shtetet anëtare të NATO, sidomos ato të krahut lindor, kanë shprehur shqetësime se bisedimet mund të përfundojnë me marrëveshje që i shkon për shtat Rusisë. Ato friksojnë gjithashtu se rezultati do t'i lejojë presidentit të Rusisë Vladimir Putin që të rikuperojë forcat dhe të kërcënojë shtetet e tjera në rajon në vitet e ardhshme. Rutte tha se askush zguxon të mendojë se mund të shpëtojë pa pasoja. Nëse dikush do të merrte guximin në mënyrë të gabuar dhe do të sulmonte Polonin apo ndonjë shtet tjetër aleat, atëherë do të përballet me reagim të ashpër të aleancës. Reagimi ynë do të ishte shkatërrues. Kjo duhet të jetë shumë e qartë për Vladimir Putinin apo për çdo që dëshiron të na sulmojë, tha Rutte.